të miturit u lanë të lirë, ndërsa 2 personat e madhor u mbajtën në arrest. Të dy këta persona dje u liruan. Pra, dua ta shikoj në aspektin pozitiv të gjës, që nga 11 protestues, 6 dje u lanë të lirë. U lanë të lirë me njëherë. Vetëm 5 prej tyre mbetën të arrestuar, akoma në masën e sigurimit arrest me burg, masë e kërkuar nga prokuroria dhe gjykata nuk e ndryshoi. Të masë dhe e pranoi atë që kërkoi gjykata. Çfarë provash të forta ka paraqitur prokuroria dhe policia që 5 persona të mbeten në burg? Dhe policia të aprovoi kërkesën e prokurorisë për arrest me burg. Gjykata. Gjykata kërkesën e prokurorisë. Duhet thënë që nuk kishte asnjë lloj prove të ndryshme për këta persona që u lanë në burg, në krahasim me atë personat e tjerë që prokuroria kërkoi arrest shtëpie, por gjykata ja zbuti masën dhe i la të lirë të gjithë. Nuk ishte asnjë lloj diference, as me herët e tjera. Ishin të njëjtat prova. Prova të shkëputura nga momente video, ku kishte fotografi bardhëzi që nuk dukej fare, domethënë se kush ishte ai person që akuzohej. Madje nuk kishte as prova, nuk ishte në gjykatë paraqitura nga prokuroria as prova që mund të kemë dalë dhe në media. Që mund të kemi parë ato shishet e Molotovit apo ato çantat e Molotovit, nuk ishin as në dosjen gjyqësore. Pra e kuptoni se çfarë mungesë provash ka pasur? Aq më pak të kishte këta protestues sipas policisë, kishte plane, ka video teksa janë, domethënë dispononin Molotov në çantat e tyre? Në gjykat nuk janë paraqitur fare këto prova. Nuk kishte fare. Kishte vetëm dosje fotokopje me disa ekstrakte të marra, po themi nga video, disa ekstrakte fotografi bardhëzi turmës me pankarta, që ti nuk shikoje njerëz me kapele, që ti nuk e dalloje kush ishte. A ishte ai personi arrestuar dy që mbajnë qeli apo nuk ishte, kjo nuk dalloje fare. Pra nuk ishte një provë të qartë të mirëfillt që ai ishte ky person apo jo. Madje në përshkrimet e proces verbaleve bruna. Akuza në thonjza që ngrihej nga prokuroria ishte se ky person është identifikuar pranë grupit të zjarrit, sikur qëndronte pranë grupit të zjarrit, apo sikur ishte në mes të, po themi, personave që godisnin, sipas gjithmonë policisë dhe prokurorisë. Sepse dhe ky termi grupi zjarrit u anatemuar shumë, edhe nga ana jonë në gjykat u atakua, sepse nuk mund, është paragjykuese para punës. Askush nuk e di, unë mund të jem në protestë, nuk e di se kush është ai person aty mbrapa, është civil, i infiltruar nga ana policisë, a është një protestues normal, se njerëzit janë të gjithë aty, është një turm e pa kontrolluar në këtë kuptim. Dhe nuk mund të akuzosh dikë dhe ta mbash në arrest me burg pse ishte afër personave që kanë gjuajtur. Duhet kapur personi që ka gjuajtur. Po pikërisht, pra dhe jo personat e tjerë. Nuk është e qartë, nuk është provuar që ka 5 persona janë kapur në atë moment në flagrancë me Molotov dhe që ishin gati të hidhin ato drejt godinës së kryeministrisë. Pikërisht, dhe jo vetëm aq, po këto janë interpretuar, domethënë, në këtë dosje ka interpretime të gabuara apo janë marrë jashtë kontekstit? Unë mendoj që janë marrë janë interpretime të gabuara, sepse madje ka një rast në dosje, prandaj desha insistova ta analizoj në gjykat, prokuroria pretendon se një prej protestuesve që ngeli në arrest është arrestuar në selinë e Partisë Demokratike. Tek dera thuhet e forumit rinor. Që është kështu? Absolutisht që jo, se do ishte bërë lajm, po t'ishte. Po e pare e punës. Do ishte bërë lajm nga policia, si arritje, do ishte bërë lajm nga media, do ishte bërë lajm, dhe vetë Partia Demokratike do ishte kuptuar. Është e pamundur, sepse policia, forcat e rendit nuk guxojnë të hyjnë në oborrin e Partisë Demokratike. Është një godinë, është një seli e një partie politike dhe nuk mund të hyjet pa një urdhër, nuk mund të ketë një mundësi të tillë.